Banorët e rrugës Selim Çoba në zonën informale të ish stacionit të Zoteknikës në Kiras i kërkojnë bashkisë dhe Këshillit Bashkiak Shkodër të programojnë fondin për rregullimin e kësaj rruge në buxhetin e vitit të ardhshëm. Kërkesa vjen në kohën kur po diskutohet projekt buxheti i bashkisë, ndërkohë që ata theksojnë se prej më shumë se 30 vitesh u premtohet ndërtimi i saj, por deri tani nuk është vendor. Na kanë shkuar në bashki, kanë shkuar në rajon e gjithkund, premtime na kanë bën as i përgjigjes në akord, asnjëherë. Uzdi se kuj me i shkua, qa me fola, qa me thona, nuk e di. Kuj me ju drejtua për këtë. Dërsa s'mer asimos, atje në disa zona këtu, në qytet, në lagje qytetit tjena. Prishet asfalti që është krejt i mirë e bo ati ri këtu, tash 30 vjet, as vend kushdor, as asfalt, as kanal, as i sen. Po s'ka gjo ma problem se rruga marru. Kush ka sën ball, e men në kry. Në tash 30 vjet, do më thonë një këtë rrugë ankojmë, edhe askush nuk merr as i mas. Ka shumë vjet që vinë, pa jo bojmë, pa jo kthejmë. Kam thonë edhe herë tjetër se dikush e ka, nuk e di ai nikën jo kush e ka. Kur çof traktorët ose makinat ka punojnë atje kam me besu. As se kanë vësh kanë për ta bë. Arsye di vet. Inshallah, dorë zoti më bë, po nuk e bojnë. Një këtë rrugë tash 20 herë 30 herë vini si gazetor, faleminderit me jush. Edhe ata Allah se kanë mu ujtë në zemë për me në ronë i farë krahit bile pak të me mush me qaku. Këna folë me bashkinë, këna thonë 20 herë, këna shku atje, e këna thonë 20 herë. Por asë i farë përgjivesh janë në plan. Ja kanë njësë tash 5 vjetë këtë punë. Ashtë në plan. Në zimë se kur janë planet në përdesim kërësisht, këna mjetë dhe pleqitu, qojnë thminë në shkollë, nërëzohen thminja e në vinë ujtë e mëtë në shpi. Duke ju drejtuar kryebashkiakut Beci, ata i kujtojnë se duhet të mbajnë premtimin për këtë rrugë, ndaj sipas tyre është pikërisht tani koha kur të aprovohet buxheti lokal. Inshallah, ata që kanë dorë këtë punë, inshallah ajo çon Zoti të dera shtëpisë të oborrit tonë. Një këtë gjanje rrugët. Një këtë mesazh kisha më thonë ona, ndërsa në gjojnë. Se na njerëz janë tani soi. Po që me bashkisi këna po 500 herë thirë shqipujena, s'mon hynë shpi. Tash në qofë se unë mylli ata hekura, asë në zonë se të pasu ka për ata hekur nuk mund kalujnë. Hekur privat. S'kanë, një për ata hekur dhe të kapën me kalu ujë këtë me ujë. Na i tu jena tash 30 sa vjetë, asë zero investim. Vesh, që ava. Inshallah zoti mirë, e vendur. I bëjmë thirrje ati zëtnisë ati të bashkisë, se në ka thonë vetë. Sot të marrë ndorë, tha, e keni të kyëm atë punë. Alo, nesë në bje kush më apan. Të në rrugat janë ka godit e njëthkon, një tunë në ka vrasë zoti vetëm ne, një kjo pjesë të qenë na. Që të rëkun gjithkun një shumë, nesë në bje kush më apan. I bëjmë thirrje edhe i herë, thëmë unë. I bëjmë thirrje se këna shkullët atje të bashkia, me 5-6 vjetin a kënë, e në ka thonë, ka krye dhe punë, thëtë të gëdyshim. Kjo rrugu shërben rreth 500 familjeve që erdhen në këtë zonë nga Malësia Madhe dhe fshatrat të tjerë malor pas vitit 91 në të gjitha fushatat elektorale, u është premtuar se rruga do të ndërtohet, si kërkesa e tyre kryesore ndaj bashkisë. Megjithatë, në terren gjendja vetëm është përkesuar, deri aty sa lëvizja është e vështirë edhe për automjetet me zinxhir.